Në korë, fajnë e ka arma pa leje. Po njerëz të shpifur si këta nuk mund të ketë të turpshëm. Ta turprojnë qytet, fshat, vend, krahin, fis dhe çdo gjë. Këta janë. Se si të vrapojnë. Ky është një përpjekje e Ramës për të nxjerrë, për të kaluar kodin Rakipi, Maduro Rakipi, kodin e narkodiktaturës. Shfryzon gjakun jetën e një gjykatësi për të kaluar kodin e narkodiktaturës. Nuk ka si mungesë në kod. Nuk ka si mungesë. Si mund të ketë? Kush e pengon detektorin? Më thoni ju mua. Vendosjen e detektorit para sallës gjyqit. Funksionimin e detektorit. Kontrollin me detektor. Kush pengon? Rojet, të ketë roje salla e gjyqit. Kush pengon to? I pengon korrupsioni dhe mospërgjegjësia e plotë. Kjo është. Pa shkoni. Kështu sa i papërgjegjshëm, ky që ka ta ndisi drejtësinë me George Sorosin në këtë gjendje katastrofale. Në këtë gjendje ku qytetari duhet pres 15 vite. Ky është rasti më flagranti vetë gjyqësisë, por raste të tjera ju garantoj ka plot të regjistruara vetë gjyqësie. Qytetarët janë privuar nga procesi ligjor. Nuk ka një proces ligjor të drejtë, proces ligjor i drejtë kur ndodhet në kohën e duhur. E ka kusht kjo, kusht në konventa. Gjykimi sipet për një herë, natyrisht. Do në kohën e vetë, do në 2, do në 3, do në 4 vite. Hajde të themi 5, po kur 15. Po kur vetë drejtues e këtyre institucioneve kanë deklaruar se donë 15 vite një dosje në apel për të shqyrtuar. Vetë ata kanë deklaruar, që është të vërteta, me përgjegjësi këtu, se nuk ekziston procesi gjyqësor më. Se ata e di, çdo jurist e di. Një proces gjyqësor që do jepet një vendim që do jep pas 15 vitësh s'ka si vlerë. Këto natyrisht nuk justifikojnë vetë gjyqësinë. Po kjo është katastrofë, kjo është një falimentim i sistemit ekzistues. Dhe këtë falimentim sistemit ekzistues e dera përpiqet ta maskojë me kodin jo më. Ai kod, ai lejon dënim për jetë. Çfarë kërkon nga një kod tjetër ti? Ky kod lejon dënimin për jetë të kriminalëve dhe janë dënuar me këtë kod në dhjetra, që i ka liruar Edi Rama mapa. Po, i ka liruar ai gjati, e ndëgjuat atë Rumin që i thoshte, alo, me atë gjati jemi marrë vesh. Kush është ai gjati, na thoni pak? Edhe në Braçë është ai gjati? Ta pra, më thoni pak, se mediat heshtën, të gjitha heshtën. Kur doli i gjati, nuk u hapën me tituj, kryeministri. Në marrëveshje me Rumin. Që jo. Pra, kjo është hipokrizi, kjo është tmerr. Kjo është si të shfryzosh vrasjen e një gjykatësi. Ta vrasësh për s'dyti në këtë mënyrë. Pavarësi absolute. Shkoj ai, u fut, ja numëroj sa dha vendimin. Po, tjetër. Zoti